përcakton kriteret se si duhet ndalen subvencionet. Por nuk I përcakton vlerat, a ke parasysh, vlerat e subvencioneve I menaxhon komisioni, ai e vlerëson. Ku është ajo rregullore? A mundesh me na tregu ta bëjmë publike rregulloren? Po. 04-2017 shkruaj ta qet rregulloria. Se kam telefonin si jam në emision. Po tash hin ku të qet hin, dikush I shkruan rregulloria I përcakton kriteret se si duhet ndalen subvencionet. Kurse vlera financiare. Nuk I kemi plotësuar kriteret. Jo, në mënyrë absolute. Jo, po, ndëgjoj, po e keq interpretoni atë që po e tham unë. Jo, po ju pretendoni. Ju po lipni në bazë ku ndalen subvencionet, në bazë të rregullores. Okej. Vlerat pastaj I ndan komisioni, në bazë buxhetit sa ka. Unë thash Dokufestit. Domethënë krenaria është në fund. Ndëgjoj, në fillim I disa pika I thash. Pse është vlerësu, pse ndo kaq vite për Dokufestin dhe pse s'kemi shumë më tepër? Sepse kemi pas buxhetin të limituar deri këtu, kurse kemi pas rritje të organizatave dhe festivaleve të reja. Dhe normalisht nuk mundëm tash me u bazu vetëm në festival. Ju vetë po thoni që jemi na, që I mbështetem edhe festivale tjera, e çdo festivale tjera është dashur me mbështet na si dikaser komuna Prizrenit. Thash ju, ju dhe gjithë OJQ duhet të jeni falenderus një kryetari I cili ka sjell më të vërtet një dimension tjetër të jetës kulturore në qytetin e Prizrenit. Nga 350.000 euro ka qenë 1.5 milion euro. Dhe kjo fal një vullnetit të mirë që është kryetar që don Po secili kryetar duhet me qenë krenar që është kryetari I Prizrenit edhe e ka ashtu një vlerë si Dokufesti. Absolutisht pajtona. Sepse kur Po vish ju do të më kanë mirënjos. Po edhe ju duhet me qenë mirënjos. Na ju tham fillim jemi mirënjos, po ju s'po jeni mirënjos këtë rast. Nuk jeni, më falni se domethënë keq interpretoni. Sepse na kur kemi filluar para 24 viteve, Prizreni ka pas vetëm një hotel. Sot sa janë 50-60 është këtu në qendër turistike gjatë tan vitit. Domethënë ka këtu një dinamik jetës turistike në Prizren. Janë rrit organizimet kulturore, çështa jona, si të fillon zhurma deri në fund shtatorit. Pse? Sepse është pa si një qytet I festivaleve edhe një qytet I jetës kulturore si një kryeqendër kulturore në rajon, jo vetëm Kosovë. Edhe tash, motorin kryesor, domethënë motorin kryesor që ta bën këtë udhëheqje, që të zhvillon edhe njerëz, edhe investon te zhvillimi shoqënori trive, e ndërpreni, domethënë ja ulni. Jeni shumë gabim, nuk e kemi ul. U ju thash, mos e llogaritni vetëm një vit kalendarit. Krahasoni vlerën që keni krahasoni vlerën që keni marrë nga komuna Prizrenit. 400.000 euro I keni marrë për 4 vite. I keni marrë mjete kesh, pa llogaritë pjesën tjetër të logjistikës. E kam fjalën mjete, e kam fjalën mjete pa logjistikë. Mjetet që kanë marrë pikërisht nga komuna Prizrenit keni marrë vlerë. Është shumë e rëndësishme, po duam të theksu po vërtet është Dokufesti është shumë I rëndësishëm. E kam fjalën nga llogaritë Dokufestit që ka. Se çato ju kthehen e kam parasysh ata. Po është shumë e rëndësishme, ato kthehen edhe prandaj na dhe theksuam që ato I kthehen komunës, I kthehen biznesit, prandaj edhe shumë bizneset komunës Prizrenit e mbështesin, bëhen bashkëorganizator me juve, të gjithë e ndjejnë efektin e Dokufestit. Patjetër, siç e tham prej fillimit, kjo është shumë e rëndësishme. Mirë, po mos ta harrojmë, Dokufesti është shumë I rëndësishëm, po jeta kulturore tashmë është zgjerueshëm, edhe nuk është më njësoj si mundesh me mbështet një. Pastaj edhe shumë e rëndësishme ishte me theksu sepse Alba e përmendi janë rreth e taksa paguesve edhe është obligimi juaj me na raportu neve sa I përket kësaj çështje Alba ne të gjithë me raportu dhe me qenë transparent. Sa I përket kësaj çështje është shumë e rëndësishme me theksu që ne jemi shumë transparent nga ana financiare dhe nga ana e çdo çështje tjetër, sepse ne edhe jemi veç komuna më transparente në krejt Kosovën, kështu që një rast I veçantë për cilin na po flasim nuk mundet me etiketu komunën si një komunë jo transparente që ne nuk I menaxhojmë mirë paranë publike, sepse paraja publike menaxhohet prej fillimit të emisionit. Po momentin nuk e theksove, the parat të cilët ju I